ushtruesën e detyrës presidentes Albulena Agjil. Dhe besoni dashur qytetarë, që pavarësisht sa festojmë sonte, nesër 8 mëngjes, krejt qeveria e në punë. Se cili ministër e zëvendësministër, të gjitha ekipet tona, e unë si kryeministër, dhe zyra e presidentes, Albulena me krejt ekipin e saj, në 8 mëngjes jenë gjithë punë. Ajo që ka I mundon shtetit Kosovës, nuk është as qeveria, as presidenca e presidentit. Republikës Kosovës I mungon kuvendi. Fatkesisht bloku opozitor nuk shkojnë punë. Ne tjerë gjithë shkojnë punë më mëngjes në det. Dhe ne jemi të interesuar që edhe bloku opozitor shkojnë sa më shpejt në punë. Andaj urojmë që legislatura 11 t'ja filloj dhe kjo varet para së gjithas nga certifikimi I rezultateve. Natyrisht që në javët në vijim do të komunikojmë, do të takojmë e do të bashkëpunojmë me të gjitha subjektet politike të Republikës Kosovës, sepse ne e kemi para së gjitha e mbi të gjitha interesin publik, vullnetin e përgjithshëm dhe Republikën sovrane e të pavarur të Kosovës, të cilës I shërbej me devotshmëri. Pra, llogaritni në neve, jo vetëm punën që bëjmë, po edhe në bashkëpunimin që bëjmë. Ndonë se nuk I di ende emrat se kush është zgjedhur deputet, I muroj që të gjithë. Në legislaturën e 11 do të ketë më shumë të deputet, natyrisht nga lëvizja vetëvendosi dhe partnerët tonë të koalicionit parazgjedhor, por I uroj të gjithë deputetët të cilët do të jenë pjesë përbërëse e legislaturës së 11 e me të cilët do të bashkëpunojmë për të mirën e Republikës, për interes. Sonte po kremtojmë gjithë bashkë, krejt për shtet për krejt, sepse e këtil është kushtetueshmëria, por e këtil është edhe bindja jonë si subjekt politik. Ne e kemi piknisje tërsi, atë që është e përbashkët, dhe kjo është populli I Kosovës.